Arrestimi i Ergys Agasit dyshohet se mbante në dorë orën luksoze Richard Mille me vlerë qindra mijëra euro. Një detaj që ka tërhequr vëmendjen gjatë arrestimit të Ergys Agasit ditën e sotme 26 gusht është ora që ai mbante në dorë. Nga pamjet, ora ngjason me një model luksoz të markës Richard Mille, një prej markave më të shtrenjta të orëve në botë. Dyshohet se bëhet fjala për një variant të serisë RM 1103. Çmimet e orëve të tilla nisin përgjithsisht nga rreth 100.000 euro, ndërsa modelet e veçanta dhe ato të prodhuara në seri të kufizuara mund të arrijnë në disa qindra mijëra euro edhe miliona euro. Modeli me cilën ngjason ora Agasit, nëse është origjinal, mendohet se mund të ketë një vlerë prej disa qindra mijëra eurosh. Variante të ngjashme me kas prej qeramike të bardhë janë listuar në tregun ndërkombëtar me çmime që shkojnë nga rreth 450-500.000 euro, ndërkohë modele të tjera të rralla të markës Richard Mille mund të arrijnë edhe në mbi 2 milion euro. Gjatë momentit të arrestimit ka rënë në sy edhe veshja e Agasit. Ai shfaqej me një bluzë të bardhë, pantallona të shkurtra dhe shapka, ndërsa në dorë shihej ora e dyshuar luksoze. Stili i kushtueshëm i jetesës së Agasit ka qenë më herët objekt akuzash politike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka pretenduar publikisht se Agasi konsumonte verë me vlerë deri 33.000 euro shishja. Ndërkohë, sipas raportimeve që pasuan aksionin e SPAK, gjatë kontrolleve dyshohet se është gjetur dhe një koleksion verërash të shtrenjta. Vlera e koleksionit është raportuar se mund të arrijë në disa miliona euro.